tashmë për të kaluar tek një studim i ri shkencor. Dhe këtu rikthehemi prap tek Trump, tek një deklaratë e bërë përpara pak kohësh. Një deklaratë e cila tronditi rrjetin edhe shqetësoi shumë prindër. Sepse kishte të bënte konkretisht me përdorimin e paracetamolit gjatë shtatzanisë. Një deklaratë e Trump e cila e lidhte përdorimin e paracetamolit gjatë shtatzanisë me zhvillimin e spektrit të autizmit tek fëmijët. Dhe patjetër, çdo prind që dëgjon ndihet i shqetësuar. Ajo çfarë nuk dinim ta thonim me siguri në atë kohë ishte nëse kjo ishte thjesht një mit, po përdorej për arsye politike, apo ishte një e vërtet. Dhe tashmë kemi një studim i madh i publikuar vetëm pak ditë më parë, i cili ka hedhur poshtë pretendimet për një lidhje midis përdorimit të paracetamolit gjatë shtatzanisë dhe të çrregullimeve të spektrit të autizmit tek fëmijët. Sipas studimit nuk ka prova të mjaftueshme shkencore që ekspozimi i fetusit ndaj paracetamolit të lidhet me zhvillimin e autizmit apo të çrregullimit të hiperaktivitetit me deficit vëmendje ADHD që nga fëmijëria. Autorët theksojnë se analizat më të fundit nuk mbështesin një lidhje të tillë shkak pasojë dhe se rezultatet e studimeve të mëparshme kanë qenë shpesh të kufizuara ose të pasakta. Ndërkohë, me sa duket, me këtë studim të ri, hedhin poshtë ato pretendime të Donald Trump të asaj deklarate të pak muajve më parë, ku e lidhte përdorimin e paracetamolit në shtatzani me çrregullimet e spektrit të autizmit. Komuniteti shkencor ka reaguar me një herë, është përgjigjur, ka bërë studimet e tij të detajuara, bëhet fjalë për një studim gjigant. Dhe me sa duket tashmë e kemi një përgjigje të ditur sa i përket kësaj pjese. Nuk ka asnjë lidhje të vërtetuar referuar studimeve mes përdorimit të paracetamolit dhe të çrregullimeve të spektrit të autizmit.